Shoqata Devolli ka promovuar librin Devollin dhe kontributet e tyre në lëvizjen kombëtare gjatë periudhës 1830-1920, një botim që drit mbi rolin e devollinëve në historinë kombëtare. Në aktivitetin organizuar për këtë promovim, kryetari i shoqatës Guri Seferi e vlerësoi librin si kontribut të rëndësishëm për pasurimin e historiografisë shqiptare. Ai theksoi se ky botim është një dëshmi e angazhimit të devollinëve në momente kyçe të historisë kombëtare. Sot shoqata Devolli promovon një kontribut të saj 10 vjeçare. Është unumtimi i këtyre 10 viteve nga shoqata Devolli për të gjithë kontributit devollin, të cilët i takojnë periudhës nga 1832-1920. Janë vlerat e Devollit, të cilat kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për krajinën, që në fushën e kulturës, që në arsimin, por edhe në mbrojtjen e territoreve nga pushtuesit e ndryshëm që kanë qenë bullgarët apo grekët. Për ta bërë librin më të aksesueshëm për studiuesit dhe brezat e rinj, shoqata Devolli ka vendosur t'ia dhurojë atë Bashkisë Devoll dhe zyrës arsimore në Bilisht. Ky botim pritet të shërbejë si një referencë e vlefshme për të gjithë ata që duan të njohin nga afër kontributin e kësaj treve në lëvizjen kombëtare shqiptare.